Me rastin e 100 vjetorit të lindjes së ish-presidentit të parë të Bosnjës dhe Hercegovinës, Alija Izetbegović, sot në Shkup u promovua pulla postare kushtuar figurës së tij. Skender Hasani, antari i bordit të filaterisë së Maqedonisë së Veriut, tha se kjo pull është një nderim për një politikan me vizion, i cili u përball me pushtuesin serb për të mbrojtur popullin bosnjak nga asimilimi. Ai shtoi se edhe më herët janë promovuar pulla postare me figura historike që kanë qenë në mbështetje të popujve më të vegjël dhe kundër tendencave për krijimin e Serbisë së Madhe. Ne kemi emituar pullat postale të jashtëzakonshme për figura dhe ngjarje historike nga historia jonë kombëtare, por edhe figurave të cilat në periudhat kyçe të ish-Jugosllavisë kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, sidomos disidentët politik, siç ishin në atë periudhë kohore Alija Izetbegović, Adem Demaçi dhe figura tjera, të cilat u vunë ballë popullit për ta treguar realitetin për tendencat e realizimit të Serbisë së Madhe, gjithsesi zhdukjes së popujve pak më të vegjël për t'i asgjësuar nga faqja e dheu. Kryetari i Këshillit Nacional Bosnjak Xhevat Hot tha se kjo është pulla e dytë postare për komunitetin bosnjak në Maqedoninë e Veriut dhe se në të ardhmen priten edhe pulla të tjera kushtuar personaliteteve që kanë lënë gjurmë në kulturën dhe identitetin bosnjak. Shpresoj shumë që kjo pull postare nuk do të jetë e fundit, sepse ja vlen të përmendet se në të kaluarën nga postët e mashinisë është të promovuar edhe pulla postare që ne si Këshill Nacional e kemi propozuar dhe ajo është pulla postare e Alija Isaković dhe tani e kemi pullën postare të Alija Izetbegović. Shpresoj shumë se posta do të vazhdojë të jetë krahnesh me pulla postare të tilla, me të cilat respektojnë personalitetet bosnjake, të cilat e kanë lënë shenjë në kulturën dhe identitetin bosnjak. Drejtori i postës Orhan Kurtishi në një prononcim për televizionin Shenja ka bërë të ditur se janë shtypur 6.000 kopje të pullës, të cilat janë shpërndarë në të gjitha pikat postare në vend dhe janë në shitje. Është figurë politike, figurë e pazavendësueshme për komunitetin bosnjak, gjithashtu edhe për rajonin. Byro për filatelisë ka publikuar 6.000 kopje të pullës postare, e cila do të ketë një vlerë prej 36 denar dhe mund të blehet në të gjitha pikat e shitjes postare. Alija Izetbegović ishte kundërshtar i komunizmit dhe 2 herë u burgos nga ish-regjimi i Jugosllavisë. Ai ishte kryetari i Partisë së Aksionit Demokratik dhe presidenti i Bosnjës gjatë periudhës më të vështirë për shtetin bosnjak.